15 banesa në fshatin Bishan, Fitore dhe Novosel, 20 krerë bagti të ngordhur dhe dëme në rezervat ushqimore për bagti, evidentimi dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet në njësinë administrative Novosel vijojnë, ndërsa pritet dhe përllogaritja e tyre në tokat bujqësore. Nga Bashkia Vlorë janë evidentuar dëmet në banesa ku janë 4 në fshatin Bishan, 8 në Novosel dhe 3 në fshatin Fitore, të cilat janë shumë pranë shtratit të Lumit. Nga Drejtoria e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Vlorë ka nisur evidentimi në bagti në stane dhe stalla. Kreu i Drejtorisë së Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Adila Kojdheli ka konfirmuar se janë rreth 20 krerë bagti të ngordhur, ndërsa dëmet më të konsiderueshme janë ushqimi për bagtit. Menjëherë, pasi në u dha lajmi, normalisht që ka dalë lumi vjosa në shtratit, normalisht dhe me dëmet që u njoftuam që ka filluar përmbytjet në sipërfaqe toke dhe në stane e stalla, trupa veterinare është në terren që ditën e parë dhe evidentimi i dëmeve në blegtori është bërë që prej ditës së parë rast pas rasti, ndërsa dëmet në bujqësi do i kryej Drejtoria e eksesionit bujqësor. Ata do fillojnë në terren mbasi të larguar ujërat nga sipërfaqet e përmbytura, pasi ishte pamundur për të bërë evidentimin e dëmeve, ndërsa trupat veterinare kanë qenë në çdo fermer që mbashton blegtori. Dëmet kanë qenë të konsiderueshme në bazë ushqimore, kurse në kafshë të gjalla edhe për merit edhe të pushtetit vendor që i ka bërë njoftimet paraprakisht për të larguar nga zonat të rrezikshme për të përmbytur nga ujërat, janë larguar, por normalisht edhe për shkak të uljes së temperaturave më njëhershme nga prania e ujit ka pasur rreth 20 qëngja e keca ka pas dëme të ngordhur për shkak të jo të mbulimit me ujë, por për shkak të uljes së temperaturave nga prania e ujit. Jemi në evidentim ditë për ditë, sepse kemi akoma ferma që në disa zona nuk është larguar përfundimisht ujë dhe mbasi largojë ujë do shikojmë mos ka dëme të tjera në blegtori. Aktualisht është shpërndar deri më tani rreth 6 ton koncentrat dhe do të vijohet me këto ndihma, ndërsa evidentimi në tokat bujqësore do të kryhet nga Ministria pas tërheqjes totale të ujrave. Kurse në bazë ushqimore thash kemi evidentuar të konsiderueshme dëmet dhe për këtë kemi filluar edhe shpërndarjen e bazës ushqimore për të ardhur në ndihmë fermave të dëmtuara. Kemi shpërndar 6 ton të para koncentrat. Sot pres ngarkesë tjetër të vijë. Ngarkesa e parë ka ardhur nga Drejtoria e Rezervave të Shtetit. Sot Ministria e Bujqësisë më dërgon ngarkesën tjetër me koncentrat. Me barë kemi më të vështirë për të furnizuar. Me koncentrat tash do jemi pranë tyre dhe them për një periudhë 10 ditore e mjaftueshme kjo që të jenë liruar tokat përfundimisht nga prania e ujit dhe tufat e baktive të jenë kullot. Pra kemi aktualisht 20 krerë bagti të ngordhura dhe ushqimore të dëmtuara. Po, kjo bëhet fjalë për qarkun Vlorë. Situata në këto zona paraqitet më e qetë, ndërsa pritet përfundimi tërësisht i evidentimit të dëmeve.